ata veç aty. Unë ti vish të flet, ata vish të flet, ata dalin. Pa folet. S'ka. Edhe unë shu isham. Po sa të bo seno? Të vish këshyri? Ama, synimi me dalë në nominime. Si me dalë në nominime, me i futë në sejder në brëmje, 2 net radha, zi dhe shofim të hana si ndryshoj nominimet. E kupton? Se nga këta që s'janë nominime, kam pas disa debate me mu, e ta kanë tërheq direkte, se nxirin direkt negativitetin që kanë, me sharje, me ofendime, me parajgjykime, me gënjeshtra. Sy gënjesht se çfarë mund të kem thënë unë. Unë pak jam gënjy, po besoj se u kanë pak edhe pjesë e lojës, për opinionit Olta, ajo tjetra, dot. Po, inshallah nashta. Jo, kur s'pëlqen opinioni, vetëm reago. Unë madje se di, mund të kenë qenë ja 8 prajme deri tani që vetëm kundërshtime kam pas me ata. Më shumë jam marrë me opinionistët, se sa me këtë pjesën. Sidomos kur bësh e fjala për temën shqip dhe shqiptar, që i normalizonin disa gjëra, unë nuk e di. Të mikë të fare, flagë. Mytë shkurt. Ku pi mëson shkurt, i mytë kejtë. Se ku pe zgat pe hup kejtë farë forcën e tërgimit. Mbrëmi Qamira? Shumë. Ka nevojë më shkurt, jo? Pak të në flas pak. Jam atë liz, vetëm debate jo gjatë ditës. Edhe kur ta ham darkën mbrëmje, e shijojmë sa e shijojmë darkën e marrë të tavolinës. Si? Kim darkë? Jo, kam fjallën kur ulemi neve. Gjithë bashkë ulemi. E ham, e shijojmë darkën sonte, me muhabetit e tavolinës e ti me qishme me të bëme. Let's go, start. Bam. Edi, haloj koment të kjo, dolgje. Edi alashtën. E duke, ca i ka thonë, gjithësësi e ka dherë të hapë të unë akoma. Edhe se dja e vërit e dolqe në brëm? Edhe në ashtë të dolqe jam hapë durt. Kura dolqe Edi, Alba, thuj Edi qëtësoj. Thuj në ashtë të dolqe, mu këthuj dolqe me Edi, shka po thojsh ti? Mu duke si kur dolqe ka pak tendencën për të këtut Edi. Ama e mendoj si kur tani po shek potencialin e Edit, se një femër e do dhe një mashkull të fort. Po që ashtë të bravo. Edi gjatë periudës që ka qënë me dolqe, ka qënë shumë urt, shumë qetë. S'ka bo gjë, vetëm ka qëndru urt. Çdo femër e do atë mashkullin e fort që përplaset si? A jem dok bukur? Jo, i ke pas godit me gjërat, unë ti thash të fjallet. I ke pas goditura gjërat. Amo jo, flokt frizura, thonë mirë. O, plas për gjë tjetër ti prit për pamjen. Dimova me qatë fjallën se tha njërëz e lak. Me ditë. A më se së shasi gjë ajo i lëndime, se ti vetë se kishe në mendje, po s'dje si ta thëjë shqip. Po, tjetër në shokot edhe e thëjsh fjallimit. Tak, shkurt. Kur s'tash ja 5 fjallë, boshë si unë visje shumë. A do kafe turke? Po që tash për. Po, hajtë. Okej. Ti je inteligent je. Jetja amëzën. S'kisha mendua s'kjerë shumë. E di që më përqenë që ke ardhë? Pasha të zotë. Pjesa se që kur erdhe, si kur u mblodhën disa njërës. Kupton? Përshëndetje, gjithë shok nga Rinahi. Dhe ju bëf mirë kafja e mëgjesit. Salami, tasha një salami. Nisi këmë me reklamat e më. Salami, jo, salami. Kështu duhet, salamin me prej. Po përshëndetje tani. Shok nga Rinahi, të familjes, babë, nanën, vllaznin, po ku shenë ata? Dajt. Njërës të tuj, okej. Geni, Bini, Esati, gjithë shta. Përshëndetje, ju bëf mirë kafja mëgjesit. Po, edhe mos të harrojna arbimin, gezimin. Dashni dhe sheqer, jo krip. Salama! Tash të një salama! Ja mërzit, aj zemër, ja mërzit. A ka njërës për jashta, ti kisha pyta duhe dhe ta kafe. Ua, nuk e di dhe me thënë. Salama prosciutto! Përshëndetje, Bira 5, faleminderit për bashkëpunim. Qaloti. Qaloti e për zotën.
Edhe normal një përshëndetje shokun e jetës, Mentor Kumani. Po bëj me unë në qëllim që jam gatësire, në shmetani zonin në me thonë. Jo, valla, e te kafja tu këtë ushimi gjithë. Po energjia pozitive e Jolly Kosovën me dancing. Energjia pozitive. Ku që zi?